Nuk e përmendëm kriterin për bursën elitare. Po. Ne konsiderojmë që si fakultet në kuadër të Universitetit të Prishtinës do të konsiderohemi si një fakultet me ngarkesë pak më të madhe se sa fakultetet tjera, për faktin edhe të vështirësisë të provimeve, të numrit të madh të lëndëve, të kozgjatjes studimeve e kështu me radhë. Ne konsiderojmë se nga nota 9.0 që shkërkohet edhe tek ne të ulet kriterin e 8.5. Ne kemi drejtime të caktuara në Fakultetin e Mjekësisë ku është shumë vështirë të mbash notën 9.0 dhe atë me një kriter ku do të provimet i përfundosh qysh në shtator. Ne pajtohemi me çdo kriter tjetër, mirë po mendojmë që edhe në kuadër të Universitetit Prishtinës do ta nisim këtë kërkesë që nga nota 9.0 Fakulteti i Mjekësisë, sikurse disa fakultete tjera të Universitetit Prishtinës, siç janë ai ndërtimtarisë, teknikush e disa të tjerë që kanë notën mesatare deri në 8.0 kanë të drejtë të aplikojnë për bursë, të kemi të drejtë edhe na të aplikojmë të paktën me 8.5, nëse jo me 8.0 sikur të tjerët.